Limi shikon Albën e ngrirë jashtë, ndërsa Bor e lehtë përshkon ajrin dhe i shtrëngon flokët e saj të mbuluar me pak akull. Ftohti i përpin çdo pjesë të trupit dhe Alba duket e pafuqishme përballë asaj që po ndodh. Limi afrohet ngadalë dhe e përqafon me kujdes, duke i thënë me një zë të butë dhe të ngrohtë, "Futu brenda, Alba. Po të pres aty dhe nuk mund të lejoj të ftohesh kaq shumë jashtë." Ai ndjen se ajo ka nevojë për mbështetje dhe ngrohtësi, jo vetëm për trupin, por edhe për shpirtin. Alba qëndron fillimisht e ngrirë, me duart e mbledhura dhe fytyrë të tensionuar, sikur po mendon çdo fjalë që i thot Limi. Bor bie mbi shpatullat e saj. Dhe ajri i ftohtë i përpin hundën dhe mollëzat, por ajo nuk lëviz. Limi e mban fort për kraharor dhe ndjen rrahjet e saj të shpejta, një kombinim i trishtimit, zemërimit dhe lodhjes nga ftohti. Ai e sheh këtë dhe vazhdon me fjalë të buta, por të vendosura, "Alba, e di që ndoshta mendon se mund ta përballosh vetë, por nuk është e nevojshme. Nuk ka asgjë të keqe të pranosh ndihmë. Futuni brenda, ku është ngrohtë dhe siguri, aty nuk ka borë dhe ftohtësi që të lodhin. Vetëm aty mund të ndjehesh rehat." Alba e sheh Liminin dhe ndjen një farë ngrohtësie nga buzëqeshja dhe mënyra si e mban përqafuar. Ajo dëshiron të rezistojë, por ndjen trupin e saj të mpirë dhe duart e ftohta që lëkunden. Limi vazhdon të flasë, duke i treguar se nuk është e dobët për të pranuar mbështetje, përkundrazi, është e fortë dhe e mençur për të kuptuar kur të duhet ndihma e dikujt. Ai i tregon se përtej ftohtit dhe borës, ka ngrohtësi dhe mirëkuptim që e pret brenda, dhe se çdo hap i saj drejt shtëpisë është një hap drejt rehatisë dhe sigurisë. Alba e sheh Borën që binte dhe të gjitha hapësirat e zbrazta përreth, dhe mendon për çfarë ndodhi më parë dhe për vendosmërinë e saj. Ajo ndjen një farë lehtësimi kur e kupton që Limi nuk e detyron, por vetëm e mbështet. Fjalët e tij kanë një forcë të veçantë. "Unë jam këtu për ty, Alba. Futuni brenda dhe le të